Mirë, atëherë tani do kalojmë në një fazë tjetër të këtij programi. Tek i ftuari dhe me mua sot është një gazetare, aktiviste, blogere, villeni juaj më i dashur, Jacqueline Lekatari. Publiki i zjarrt shumë. Faleminderit për ftesën. Unë nuk e dija që ti më përmendje në çdo emision. A i ke parë? E kam parë, po. Kam përmendur shumë. Edhe më erdhi shumë mirë, faleminderit. Po të komentova edhe me Niko Piperin, e pa zotin nga Korça. Po, e pash. Po sa mirë që më njifte dhe ai, kishte fiksuar tatuazhet e mia. E besi tash ti pirat, deti. Po më pëlqeu se Teuta pirate ka qenë. Ti je Teuta e kohëve moderne apo? Teuta kohëve moderne nuk jam, por emërtimi më pëlqen, se më duket sikur tregon për një grua të fortë. Faleminderit shumë që merret, cheers. Për Teutën dhe bukurinë e saj. Për bukurinë e gjithë damave shqiptare, sot do jemu një feminist që sot do ta shikoni ju. Jacqueline, si ndihesh? Si ke qenë? Mirë, ti si ndihesh? A ke qenë mirë? Kam qenë, po, mirë jam. Se po do ta pyes mos se kjo i ka lexuar gjithë pyetjet, mi lexoj para, e kishte lënë skaletën me lista, të merri madhe. Si ndihet Jacqueline në Shqipërinë e 2026-s? Herë mirë, herë keq, mendoj si paka shumë si të gjithë. Mundoja mos jem e nënshtruar nga ky pozitiviteti falso që është advokuar shumë në botë, edhe në rrjetet sociale në vitet e fundit, pra të largojmë njerëzit toksik nga vetja, të jemi me veten, të duam veten, të jemi gjithmonë pozitiv, t'i buzëqeshim ditës, dielli do lind përsëri nesër. Unë jam në njerëz kam çfarë bëj. Unë jam një diçka tjetër, po s'ka problem. Nëse Për çfarë ket fjalën? Qafa mitrës. Kështu që unë këtë kërkoj nga Shqipëria, që Shqipëria viti 2026 të jetë një vend më i mirë. Dhe e di pse e kërkoj këtë? Sepse kur unë kam qenë vajzë e re, në vitet 90 dhe në vitet 2000, Shqipëria ka qenë shumë ndryshe nga sot. Dhe unë kisha ato ëndrat e mia dhe mendoja që wow, kur unë të jem 40 vjeç, Shqipëria do jetë në Evropë, do jetë një vend shumë modern, do jetë një vend liberal, Sa liberisha nuk do ekzistojë, mentaliteti nuk do jetë ky që është tani, dhe unë shoh që mbas 20 vitesh gjërat kanë ndryshuar shumë pak dhe Shqipëria është po e njëjtë. Kështu që unë do doja që ne, që gjenerata që jemi sot, t'i linim diçka më të mirë në trashëgimi gjeneratave që do vinë. Ato gjë që gjeneratat e kaluara nuk e kanë bërë për ne. Nuk po flas për një Shqipëri utopike, se nuk mendoj që qielli do bëhet me pas bota utopike se me rep roz, me unicorns edhe me ylbera. Nuk je komuniste kështu marksiste. Jo, nuk jam komuniste marksiste, po lexoj për Marksin më shumë sepse mendoj që deri në para një dekade edhe kam paragjykuar pak. Tani po mundohem që ta shoh pak me sy ndryshe, jo të qenurit të barabartë, po të pasurit mundësi të barabarta, ose të parit se çfarë Marksi parashikonte për kapitalizmin dhe se si do përfundonte kapitalizmi, duke parë që ne jemi në atë epokë që kapitalizmi, ky sistem operativ, po pëson një krizë dhe jam interesuar të di se si e ka parashikuar ai, çfarë ndodh dhe pse ndodh. Gjithmonë kështu ke qenë? Fillon kështu dalë këtu del ky damari këtu. Jam apasionuar. Është edhe seksi kjo që del këtu. Faleminderit. Del një damar këtu te syri dhe ke. Këtë syri nuk e kisha vënë, në përgjithësi. Po duhet një burr i vërtet që ta vëre. Ç'a të bëjmë? A ke qenë gjithmonë kështu edhe kur ke qenë adoleshente? Kështu si. Kritikuese, rebele. Kështu kam qenë. Që flet me kaq pasion edhe për Marksin, për një burr me mikë që ka folur. Po, edhe për një gjell kështu flas me shumë pasion. Edhe nëse do të shpjegoja çfarë gjelle kam bërë dje, kështu do ta shpjegoja me shumë pasion. Ke bërë gjellje? Ke bërë gjellje? Jo, nuk kam bërë gjell, po kështu nëse do kisha bërë. Nëse do ta kisha bërë. A imagjinoj Jacqueline një shembull tani po desha, do ta bëj. Ditë gatuash? Do të tregoj si bëhet gjella me mish, edhe me patate. Vetëm ata di. Po marr një shembull burr se gjell nuk di të bëj. Ti nuk di të gatuash, vetëm këtë nuk do ta kisha besuar kurrë. Jo mirë. Do të bëhemi pak blasfemik? Patjetër, mezi po. Ti nuk do të bësh blasfemik në përgjithësi apo s'ta mban nga këta të fesë? Jo, mendoj që unë jam bërë shumë blasfemike. Pra gjithë të kaluarën time. Unë ta kisha shkruar këtu, ja, ti ke qenë në një kolegj katolik apo jo? Po, kam qenë në kolegj të Murgesha. Në Itali? Në Itali, po. Se ti je ateiste për të qenë? Po. Shiko, në fakt para një 2-3 javësh, po flisja me një vajzë që me kam në Instagram dhe ajo po më tregonte që burri im, i cili burri asaj, pra që gjithashtu kishte bërë shkollën kur ka qenë fëmijë te Murgeshat, është i vetmi person që ajo njeh që nuk është ka mbartë ende me vete kujtime shumë të bukura me Murgeshat. Të gjithë njerëzit që un kam takuar në jetën time që kanë studiuar dhe kanë qenë në shkollë te Murgeshat, në përgjithësi kur rritën janë ateist.
dhe janë shumë dogmatik në ateizmin e tyre, njësoj siç është dogmatike dhe vetë feja katolike. Dhe nuk kam parë, përpos këtij burrit që më tregoi kjo mikesha ime, nuk kam parë njerëz që në moshë 30 apo 40 vjeçare të flasin me një lloj nostalgjie ose me kujtime të bukura për kohën që kanë kaluar te Murgesha. Sa mirë kaloni me Murgesha. Sa bukur ajo rreftësia e tyre. A ti mund t'ja ketë ngritur ajo gjëja? Shko, mua më japi një fantazi seksuale shumë të madhe, kështu goca me... Vetëm goca ishte ju në kolegj? Po. Vetëm goca, ati Murgesha, rreftësi. Kishte kështu marrëdhënie lesbike gjatë asaj kohe? Nuk e di sepse kam qenë e vogël, nuk mendoj. Sa vjeç ishe? Në 15 vjeç kam qenë. Shtojmë në burg me këtë muhabet. Po. Ka që i kanë shumë qef? Po ato që kanë, ajo është pedofilia. Po. Trumpin e një? A i thonë që i ka qef këto muhabete. Sa ka të tjerë si Trump. Më po, unë do të thoja që kjo pjesa e këtyre religionit, nuk e di, ndonjëherë njerëzit e shkojnë edhe që si fetish. Mendoj që ka të bëjë me pushtetin. Unë ta thash para që disa vajza më kanë thënë që pornot e tyre të preferuara kanë qenë këto me një prif që ma the, por unë mendoj që ka të bëjë më shumë me autoritetin sesa me autoritetin religionin. E munguar apo over? Me autoritetin e ushtruar. Njësoj si vajzat kanë qef burrat që punojnë polic, që punojnë ushtar, që kanë pra një veshje, një veshje dhe nuk ka lidhje me veshjen, po ka lidhje me autoritetin. Ndërsa roli i infermieres, roli i Murgeshës, roli i grave që janë të nënshtruara ka lidhje me patriarkatin dhe me faktin që ne vazhdojmë ta shohim gruan si një objekt dhe vazhdojmë ta fetishizojmë gruan dhe rolin e saj njësoj siç bëjmë me një objekt. Mirë, patriarkati është vetëm formë që funksionon, kështu që jo. Është vetëm formë që nuk funksionon, se dukshëm nuk po funksionojmë. Sa zgjati matriarkati? Nuk e di nëse ka zgjatur vërtet matriarkati. Se thonë që ka zgjatur shumë. Jo. Në errësirë. Kemi 10.000 vjet, deri 10.000 vjet e para Krishtit që kemi patriarkat, ose antropologët thonë që nëse ka një gjë që e ka tronditur shoqërinë dhe nga e cila shoqëria nuk e ka marrë ende veten, është agrikultura. Sepse me lindjen e agrikulturës ne kemi dhe lindjen e patriarkatit. Toka ime, kafsha ime, gruaja ime. Këtu kemi ndarjen e roleve gjinore. Dhe në fakt, Dhe në fakt, nëse ti lexon studime antropologjike për burrin dhe gruan e asaj kohe dhe për skeletrat e burrit dhe gruas në atë kohë, do kuptosh që skeleti i burrit dhe i gruas deri në kohën e agrikulturës kanë qenë të barabartë, sepse qasja që ato kishin në ushqim ishte e barabartë. Në momentin që pushtetin e mori burri për gruan, për tokën dhe për kafshët, që aty kemi zvoglimin e skeletit të gruas. Më thënë po thua atë ishte e vështirë të rrihje një grua. Po gratë. Do ditë kështu, ishte tek e tek. Po të shohësh kulturat e Evropës veriore ku territoret mbroheshin nga vikingët, 30% e vikingëve ishin luftëtare gra. Ora, a lodhesh ndonjëherë me këtë muhabetin? E grave? Jo. Sa di gjëra pafund. A si lodhesh po? Jam apasionuar. Mi shko, mua më duket ndonjëherë sikur po e shpikni çik vetëm, se nuk është aq e pabarabartë situata. Ja ku jeni me ne. Jo, nuk është aq. Një grua e bardhë, çfarë ka gjetur asgjë? Po, ti ke të drejtë. Unë si grua e bardhë kam pozitë shumë më të privilegjuar se sa një grua rome në Shqipëri. Ata janë gjykuar gjithmonë në fakt shkretër. Po shiko, po edhe puna atyre, nuk është se u kemi bërë gjë. Thjesht ka ndonjë anekdotë, jo ka një dy kështu gjërash. Nëse, të kthehemi te tema më interesante, si seksi. Më pëlqen këtë temë më shumë. Se ti po thoje këto, jo, për shembull që gratë kanë qef polic, ushtar. Autoriteti, pra, figura autoritetit. Po ty të pëlqen? Për shembull, je duke bërë seks edhe ai të jep një dy shpulla ose fillon të mbyt. A thua, a të dela feministe, thua u çfarë po bëj? Shiko, çan pëlqen mua, ças pëlqen mua, ngelet tek dhoma ime e gjumit. Shiko, tani që ti mbytesh, të gjitha duan ti mbytesh. Nuk e di pse është bërë. Sa vite ka kjo se ti duhet të dish më mirë se unë. Çfarë? A kanë patur gjithmonë që jep gratë mbytesh? Tani mos sa fillon bën seks me dikë, thotë më mbyt direkt. Më mbyt baba. Eksperiencat e tua, këto janë eksperiencat e tua, por mund të flasim për seksin në përgjithësi. Dhe pse burrat apo gratë kanë qef her pas here që të përjetojnë seksualitetin e tyre nëpërmjet shfaqjeve të dhunës, e cila duhet të jetë gjithmonë e kontrolluar dhe me një fjalë kyçe. Ç'është kjo BDSM-ja? BDSM-ja është një praktikë në të cilën ka një lloj pushteti. Edhe unë me gruan e bëjmë këtë dhe kemi një fjalë kështu. Si quhet ajo fjalë? Ka një kod, fjalë kyçe, një fjalë kod. Ne kemi një fjalë kyçe që është mos
Rob. Po. Kjo është fjala kyçe. Ne aty e ndalon Nuk çdo e di gjë. do funksionojë. Kur jemi aty. Por që duhet ketë një fjalë kyçe që personi që le të themi është i skllavëruar, është personi i cili ka pushtetin, është personi i cili drejton lojën dhe është personi i cili mund të thotë që të fillojë apo të mbarojë Unë lojën. kam qenë të dyja rastet. Është shef i madh. Para se të martosha. Çka ke ngrënë shpulla apo Të gjithë kam dyja? ngrënë, kam dhënë. Ti cilën preferon më shumë? Se di, nuk e ndaj, do di kam Akoma të se dyja. ke ndarë, Se kam ah, ndarë. vjen mirë. E po mirë, ty s'të pëlqejnë këto të ndryjnë në jetën tënde private, Ja, kështu që unë po heq normal. të je në një lidhje për momentin, se e di që je, se ma the çfarë. Ke informim. Jemi ato që kështë qenë. Ç'ke qenë? Okej. Ne përshëndesim, vlla. Je një burr me fat. Mendon se të qenit një grua e fortë dhe e pavarur është thjesht një fazë para se të vijë martesa? Jo, nuk mendoj. Sepse kjo pyetje nuk kupton që unë si grua Me këtë do të ngacmoja unë. statusin tim dhe arritjen time maksimale e shikoj vetëm martesën. Ka që e kanë, ë? Po, ka Se që e kanë kanë. gjithë goli, është në Po, fund të ka martuara. që e kanë. Dhe zakonisht me një me Shko, gold diggers. Nuk kam parë, mendoj që gold burrat- diggers apo Jo, më mendoj- mirë dhe me ty se fukara. Mendoj që gold diggers më të mëdhenj janë burrat. Ua. Mendoj njëra ata shokët që s'kan shumë lek, si i sillen këtij shokët që ka shumë lek. Jo, ka që ja lëpim bythën, E, ka pra. që nuk ja lëpim, po janë të rezervuar. E pra le të themi që gold diggers më të mëdhenj janë burrat dhe mënyra se si ata i lëpien burrave të tjerë që kanë pushtet dhe kanë lek. Pse unë jo, kam miq që kanë pushtete edhe shumë lek, edhe nuk u lëpiem. Po shikoj siç ka Kështu thënë që- Oscar Wilde, pa lek vetëm mami të do. E po atëherë ja ku i gjetë edhe përgjigjen e pyetjes që ti bëre. Pra, gold Pra. digger sa duhesh. Të mendosh për një marrëdhënie pa pasur parasysh financat e asaj marrëdhënie, do të thotë që budallak. ti je naiv. Okej. Se ti e ke zgjedhur me lek burrin, prandaj. Ti sa di, E di unë? e di gabim. Edhe gruaja me burr me lek ka zgjedhur. Se di, E joti është më i pasur prandaj. po ti se di, Pa e di unë pa lek. More di sa e vogël është Tirana. e di gabim. Po përse unë nga që jam nga Tirana. E pra, ti je nga Arseka, shku veti në Provinciali Tiranë. keq. Unë dhe Ledion Liço jemi nga Arseka. Po shumë mirë, ne Dhe s'po Marin flasim për Mema Ledionin. dhe Eroni Saj. Do bëjmë një vrit martohu pa lo. Ersion, shiko, unë pyeta ata tjerët që janë nga Arseka, po ti i di ka shumë mirë dhe mua më vjen mirë që Arseka pas ka kaq njerëz me emra të mëdhenj që kanë dhënë një kontribut shumë të shquar dhe shumë të rëndësishëm. Përveç Fanoli dhe Konisis, ata janë dy budallëj. Vjen mirë që edhe ti po ndjek hapat e tyre. Ava dhe Eroni Saj, do bëjmë kryetar i bashkisë të Ersekës, Oh, dhe. why not? E di që po e mendoj. Ta mendosh pse jo, kur u bë ai, pse mos bësh ti, ç'të Kur u mungon bë ti? ai, Ti ke dhe humor më shumë ndoshta se ai. Çfarë mendojnë burrat shqiptar që duan gratë, po e kanë komplet gabim? Parat. Ti ma the ato që i duan parat, se ty është në një Çfarë marrëdhënie pa mendojnë para, burrat shqipe. shqiptar që dhe mendojnë që e kanë gabim. Burrat shqiptar mendojnë që gratë duan vetëm parat. Ndërkohë, përpos parave duhet ofrojnë dhe diçka tjetër. Burrat shqiptar ofrojnë vetëm parat, kështu që gratë ato marrin. Në momentin që do ofrojnë diçka më shumë, do merren dhe diçka më shumë. Shiko, ka një gjë, roli i burrit të mirë nuk ka ndryshuar në shekuj, sepse roli i burrit të mirë është një burr i cili të siguron para dhe i cili të mbron. Ky rol i burrit të mirë vazhdon të jetë prezent edhe sot. Po kjo duhet jetë. Mirë po, në botën e sotme, në botën moderne, gruaja, ky burr, një funksional takohet me një grua multifunksionale. Dhe ky burri që të bëhet pjesë e kësaj jete, e jetës së kësaj gruaja multifunksionale, duhet të jap diçka më shumë se bazikja. Pse? Sepse atë rolin si sigurues, si paras dhe se si mbrojtës, gruaja e bën vetëni. Pa ta dhoni debat dje me gruan kështu, se nuk isha vidhosur i gjë dhe unë nuk di të vidhos, nuk marr vesh. Edhe më tha këtë. Për çfarë duhesh ti? Për të Unë di të vidosur nuk di. E atë tha. Për të gatuar Unë di të gatuar të Lekë në lajt, shtëpi ha? nuk sjell. Për të më mbrojt mua mbrojen vet. Tra ti si burr, Ja, ma, çfarë nuk kontributi mbrohesh. sjell? Se ti What do ndje- you bring to the Ndihesh table? me e sigurt të dalësh vetë apo me i burr natën në orën 2? Ndërkohë që Se janë një burr ndihet i sigurt kur del natën vetëm në ora 2. Po. Sa di, varet nga burrat. Nuk je i sigurt domethënë të dalësh në orën 2 vet. Varet nga ambienti. Nuk je, unë do thoya po deri Varet nga jo. ambienti, për shembull, në zonën e bllokut. Që tani mund ta sugarcoat Jo, 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 varet nga ambienti. Zona e bllokut Po se zona e bllokut janë gjithë gay, më Jo, prandaj. ma, S'bën shumë njëri. bukur, shumë bukur. Në Ik zonën e dile, bllokut iki ndjem e çikmande. sigurt se ka burra gay dhe se di pse se ka ndriçim. Ti Nuk ishe me i flas burr, kot. nuk do kishe frikë.
Jo, ideja është që nuk më duhet një bodyguard që të jetoj në shoqëri. Shoqëria duhet më siguroj që të ndihem e sigurt, jo të më japi një burr që të më mbrojë nga ca burra të tjerë, se ky burri po mbron mua nga ca burra të tjerë. Kështu problemi s'jam unë, problemi janë ta burrat, të cilat duhet të jenë aktiv dhe duhet të kenë një rol se më mbrojnë mua nga ca burra të tjerë. Kështu që ju burra keni ca probleme që duhet i zgjidhni me njëri tjetrin dhe të na lini rehat. Të thot një grua të na lini rehat, këto që s'len rehat as kur shikon sa e nisi film kështu. Ja, ngelem këtu. Ju vetëm ju nuk e njihni paqen. Graci kur i zë gjumi. Ju nuk e njihni Fare, shiko paqja kushton, që njeriu të ketë paqe. Kushton me gratë. Po, patjetër paqja kushton se ti të jetosh në paqe, duhet të jetosh në një mjedis i cili të siguron paqe dhe një mjedis si Shqipëria nuk të siguron paqe. Po ik mo. Dhe institucionet, jo, unë nuk ikin nga Shqipëria sepse do ta ndryshosh Shqipërinë. Patjetër mundem, bashkë me ty. Edhe ti më dukesh sigur do ta ndryshosh. Po dua, po më se po bëj tjetër njerëz sot. Nëse Shqipëria do ishte një kandidat për të dashur, kush do ishte red flagu i tij? Ti palesa ke listën po? Shqipëria ka një flamur që është i gjithë red flag. Ka të thotë, po kush do ishte një kështu red flag djaloshar për Shqipërinë? Nëse Shqipëria do ishte çun. Kush është red flagu kryesor? Dhuna, shumë e dhunshme. Ke para të kishte një emision në Kosovë, si kishte mo It's My Love me këto takimet. Që i thaj i kam parë. E çikollon duhet. I kam parë. U digja më. Qënë të shumë, ka qenë emisioni im trash i preferuar. Edhe imi. Edhe ju si toke një. Dhe shqip jam dark. Vazhdon të mendoj që s'do fëmijë? Po shiko, unë në këtë intervistën kur më pyetën për herë të fundit e thash para 3 javësh, tani ti mendon që në 3 javë të fundit unë kam ndryshuar mendje? Nëse kam ndryshuar mendje, më që kam diçka që s'shkon. Mos u bëjnë këta njerëz që para 3 javësh, ti mund të shosh mendje nesër. Këto janë vendime që zgjasin gjithë jetën, nuk ndryshohet. S'të pëlqejnë fëmijët, do mitrën të pasur. Jo, nuk ka lidhje, fëmijët më pëlqejnë shumë. Nuk është e vërtetë. Më pëlqejnë shumë fëmijët? Po, kjo do të thonë që më pëlqejnë që ta kem një për vete. Edhe pedofilat, e them. Kjo është shumë e shumtuar kjo gjë që thë se pedofilia. Pedofilia është e poshtër, unë e urrej. Shpesh kur vishte stand-upin vetë shkoj që unë bëj shaka. Shumë pedofilie. Kjo ishte. Po me qëllim për të kjo ishte pashije. Po do jenë të gjitha në shihet. Nuk do me thënë që nëse ti nuk bën fëmijë, nuk i do fëmijët. Do me thënë që ti mendon që planeti s'ka më nevojë. Do me thënë që ti që ke menduar të mos bësh më fëmijë, e ke menduar aq gjatë edhe gjër. Unë mezi po pres. Shumë mirë dhe e ke parë që ai nuk është roli i jot edhe nuk është një përgjegjësi që ti do të marrësh. Fakti që ti vendos të mos marrësh një përgjegjësi të tillë, do thotë që ti respekton shumë edhe veten tënde dhe fëmijët. Dhe ato që mund të ndodhin mbas. Është respekti më i madh, edhe mendimi më i gjatë kur ti vendos mos ta bësh një gjë, sesa kur vendos që kjo gjë duhet bërë. Më mirë se si e vetëm aty shoqëria. Ka një Ricky Gervais ka folur për këtë, ka bërë një 60 minutë. E kam shumë të rëndësishme të them që njerëzit që nuk bëjnë fëmijë, nuk i urrejnë fëmijët. Siç kanë qejf abortet. Jo, aborti është çështje tjetër. Aborti është një drejtë shëndetësore, nuk ka lidhje. E bën abort? Nuk ka lidhje. Aborti është një drejtë shëndetësore. Në Shqipëri lejohet aborti me ligj? Po, lejohet. Ka probleme me fenë me gjërat? Jo, aborti është pjesë e kushtetutës, është një drejtë e konstitucionale tashmë. Dhe nuk mendoj që në vitin 2000, jo, do ta bëj serioze se këtu janë tema shumë delikate dhe nuk mund tallesh me tema kaq delikate, më vjen keq. Jo, tani. E di pse nuk mund tallesh me tema kaq. Ti nuk mund të gjykosh humorin për pedofilin, mund të gjykosh pedofilin. No. Tani mos u bëj, nuk e pres nga ty që të gjykosh humorin. Nuk është humor. Po duhen folur, po duhen folur seriozisht. Ka frikë dhe histeri. Jo, duhen folur seriozisht, jo kështu se unë nuk jam as e friksuar dhe për momentin nuk jam as histerike, siç po e shef, kam tonalitetin e zërit shumë të ulët. Ke mirë, po se të qetësova unë prandaj. Ke mbrojtur ndonjëherë në një kauz dhe pastaj ke shkuar në shtëpi dhe ke hequr recipetat. Kam lexuar ato pyetje. Ka lexuar pra të gjitha, edhe ke thënë se besoj. Po jo, se nuk jam kaq bullallaq ti. Po nga që ti shkon shumë, si budallaq në përpyetje. O të mbrojmë qend me një vesh, no, I'm not that stupid. No. Nuk po them që je aq budallaq. Po se deri diku. Po mirë se tani të ka thënë një shoqë ama ti aktiviste. Vjen keq të tash gënje. Jo, unë nuk e harxoj kohën time kot. Më thon njerëzit, "Hey, un kam qejf që ti të vish këtu." Më me këto tabelat. Jo, është kohë ajo. Free the nipple. Është kohë ajo që ti investon, është kohë. Dalin këto që tregonin cicat. Unë ato ka protestat e mia të preferuara janë ato. Ato francezet, po. Mbasu tjetër? Janë ai grupi Femen. A mbasu tjetër? Po, mbaj. Se ka ca që thonë nuk duhet mbash. Jo se bën mirë, jo. Por për mua letërin gjithë lakuriq. Nuk më bezdisin. As mua. Ti s'dukesh sikur ndam, po.
Qefe kjo dunja. Vetëm tanga. Unë jam pro burrave që mbajnë tanga dhe sutjena si puna jote. Pse jo? Denis Tavllaj. Babi. Ja ta tha Jacqueline, nëse nuk e di. Jacqueline, e dashura ime. Po i dashur. Jo, e dashura literalisht. Jo, patjetër. Ajo do vi më vonë. Jo, nuk do vi asnjëherë. Ore pse shkoj kategori ti edhe intelektuale, si mund të thash asnjëherë? Asnjëherë, sepse unë e di çfarë dua dhe e di çfarë s'dua. Në këtë rast e di çfarë s'dua. Ja këtu gabohesh ti. Ndoshta. Askush se di çfarë do. Më lirë të gaboj, jam e lirë të gaboj. Kam rezervat e Është mia. gabimi im. Po ti mund të kesh rezerva, unë mund të gaboj. Bën shpesh gabime? Bëj. Je vajzë e keqe? Me raste. Nëse. Ti je shpesh e ftuar në për panele. Aha. Je. Ndonjëherë, Shkon, kur e shohin të arsyeshme të më Je marrin, kurdo. kur mendojnë që ajo çka kam për të thënë është shumë e rëndësishme dhe që kontributi që do t'i japum temës është i qëndësishëm. Nuk mendon që thjesht duan të shesin me drama ti Duam shkakton. unë në panel dhe jo dikush tjetër. Atëherë i bie që edhe ti më ka thirrur për arsyen e njëjtë këtu, sepse mendoje që unë do bëja drama. Jo, Ose unë të kam thirrur që të kënaqesh. Ti ke hartuar pyetjet në mënyrë të tillë që unë të bëja drama. Jo, po ti drama ti bëre para se të niste kamera. ti, unë se E çfarë gjeta quhen të ti drama? mërzitur, po i bërtiste me Lisës, ma kishe goditur me Lisën. Jo, fare, është të gjakosur. Sot vetëm gratë duhet i godasin Është gratë. lufta brenda llojit që nuk konsiderohet si dhunë, kështu që s'ka Jo, çfarë të bëjmë me tallu ti po, tjetër. tallu ti po e keni me vërtet ju, Po, sidomos në unë Shqipëri. stallem, Unë shikoj kur shkëmbeni në këtë. Menaxhoni problemet tuaja dhe pastaj ne do ju pranojmë. Ne po menaxhojmë tona të botës tuaja, çfarë të bëjmë ne burrat e shkret. Bo, ju të shkret, ato më raft pika. Ku ndahet kufiri mes një feministe dhe një feminazi? Për shqiptarët e mi të dashur feminaziste, domethënë këto që Feminazi nuk ekziston. Feminazin e ka shpikur burrat, cilët kanë urrëtie ndaj grave dhe kanë frikë që të humbasin privilegjet e tyre. Alfred Çaku i në një feministeve, botë ka shpikur që burrat. Privilegjuar. Kështu që unë nuk e shoh veten as feminazi, nuk e shoh veten as feministe radikale. Ndonse radikale nuk është Je radikale. Jo, nuk është një konotacion negativ, sepse radikal do të thosh ti shkosh në rrënjë problemit. Po. Kështu që kur dikush thotë ti je radikal, nuk është ofendim, është që ti shkosh në rrënjë problemit. Është një Po nuk po ta them ty mo. Them ku është diferenca midis një feministe dhe një feminazi. Nuk ka po të quaj diferencë sepse unë të them, shiko. Unë sa Përse po të thash. stand-upi imi parë e kam bërë. Feminazi nuk ekziston, është një fjalë që e kanë shpikur burrat. Dhe këtë që po bëjmë ne, burrat e kanë shpikur. Është se di. Kush ka qenë personi i parë që ka treguar një histori, ka qenë burr apo grua? Po një grua fëmijëve me shumë mundësi, ose një burr që është kthyer nga gjuetia. Atëherë ndoshta storytelling edhe të treguarit e kanë shpikur gratë apo burrat? Unë mendoj që burrat, është kthyer nga gjuetia. Ka qenë dimër, është kthyer nga gjuetia, i ka thënë se ku janë fëmijët, vdiqeni tha ajo, e mirë ai tregoj Unë historinë. mendoj që gratë, sepse artet dhe sidomos arti i komunikimit është mbajtur i gjallë. Po, me një grua në fakt mund ta gjesh arsyen direkt kur nga flet. gratë. Kështu që Po, me gratë do më merresh vesh shumë lehtë. Është qartë që ne u morëm vesh shumë lehtë bashkë me njëri tjetrin, ke ankesa? Pa mirë nga që ne kemi dhe kimi, kemi shumë kimi. Na, marr vesh. Pret me thi kimia jonë. I ka të bukur këta sytë, se i ka kështu flirtues, po që prap të hedhin ande. Më pëlqen. Fjalë me fataj. Nëse tani do na dëgjonin vetëm gjyshet shqiptare, si do ua shpjegoje këtë ideologjinë tënde? Do të dëgjonte nëna ime Çetka. Zemra ime qefserja. Të dashur gra. Ajo për të cilën unë lëboj, Ja mos ma thuaj mua thuaj atyre. të dashura. Po shpjegoja një nënë e 78 vjeç. Të dashura gjyshesh. Nëna e ka me ty. Ajo për të cilën unë lëboj është parazi midis burrit edhe gruas. Parazi me Jo pa? sepse burri dhe gruaja janë biologjikisht të barabartë, po se kontributi që burri dhe gruaja japin në shoqëri është absolutisht i njëjtë dhe për këtë arsye mundësitë që ato duhet kenë për të pasur një status dhe për të pasur një jetë me dinjitet në shoqëri duhet të jenë të barabartë. Fjeti nëna ime. More, plusi nuk mori vesh fare një çaj the. Po s'mund t'ja u shpjegosh atyre, shikon? Do ja shpjegosh. Nëna ime është super maskiliste, më kënaq fare. Di çam tha mua, të bësh në një fëmijë, më tha mua. Po, çfarë bësh në një djalë, ata janë të mirë pa çupat. Se e shoqëroj me këtë. Po ti vetë shup, kështu ke qenë edhe Jo. ti, do i kisha thënë unë. Më nëna, të ma thua ti këtë, po edhe ti vetë shup je. E disa e bukur se më tha nëna mua isha me gruan, u shkuan për Bajrom. Edhe Ti kështu festa ti feston të gjitha, ha? të gjitha mua jam ateisti, Bajramin. Ashur babin e kam me tashi edhe Ashuren. Baba Nuk jam Mondin. ateist nga këta si ty, unë që bën kështu, nuk ekziston, unë çan kokën një. Shkoj unë bëj gëzuar, ha hallva, Ashure. Je ateist përfitues. Ua, bukë të ëmbël tani Je po pash. oportunist. E kam ngërë nga i qyreki ortodokse ja Të me ditë thënë cop. një falso ateist. Unë jam ateist e ty, po puna është Po ti se di sa unë ateiste thjesht më jam pëlqejnë unë, shumë se ëmbëlsirat vendos e gënë feve. gar Po vetëm ateistët me s'kanë mua. ëmbëlsirat mira. Edhe Gjondi, edhe më tha nëna, e ku do bësh në një fëmijë, më tha mua. I tha shumë. Nënës, pse nuk i the? O, nëna, ti e çup.
Pse unë duhet të gjoj mendimin e një çupe, kur çupat janë, ku është gjyshi, silli gjyshin ta shohim mirë çfarë mendon gjyshi. Kur vjen Shumë Rema, i mbarohet. lan këmbë direkte. Ja lan akoma me 9 pika, e ka shumë qef. E di që gjyshi im e ka marrë nën me dashuri dhe nuk e ka rrahur kur për të thënë kështu. E do shumë, e di sa të mirë janë. Nga ata kam mësuar unë. Prandaj më ka qenë mirë dhe unë. Sorry, nëse nuk më vjen për të qeshur. Po se jam i mirë me vërtet, më pse duhet të vi për të qeshur? Okej. Se vetëm për të qeshur do bëj unë. Unë bëj dhe për të qarë. Shiko, do bëj në një gjë se unë nga ty, një nga gjërat që mbaj mend, në Covid e ke bërë atë te tabuja ti që ndërtove një vagin? Po. Do të ndërtojmë një vagin të dy këtu? Jo. S'do? Jo. Ishim me Zhaknin e Katarin. Zhaknin, faleminderit e dashur. Faleminderit edhe të përftesën. Nuk e di çka kam, nuk ndihem vetja. Kam një zbrasti. Po pse nga vjen kjo? Nga mendon ti? Po nuk e di s'kisha Meglin, pastaj ishte Jacqueline, më bësh shumë. Ishte shumë gra, mendon. Shumë gra. Po që nuk zëvendësuan atë gruan që iku. Mendoj që nuk zëvendësuan gruan brenda meje. E vuan ti këtë, e dëgjon shumë gruan brenda teje? Mundohen, po ajo si gjitha gratë vërtet më shumë se duhet edhe pastaj thjesht. E pashte, ishte një moment lavatriçe që fillove u eksitove shumë Më pe? për tharsen e rrobave. Po, se ka po më ha veshët edhe grua. Mendoj që duhet ballafaqohesh me gruan brenda teje. Mendoj që ka ardhur momenti. Dhe të ballafaqohet me 3 koqit e tua.